Në fakt, 2 ditë më parë, një ngjarje posaçërisht ka ndodhur, mund të themi, në qytetin e Durrësit, ku një arrestuar pra Altin Doci, i cili ishte paraqitur me 3 gardianet e burgut pranë repartit e infektivit në Spitalin Rajonal të Durrësit për ndihmë mjekësore, është arrestisur pikërisht në momentin që po zhvillohet ceremonia e 113 vjetorit të policisë, ndërkohë që e gjithë vëmendja e policisë ishte tek ceremonia. Ai është larguar dhe është arrestisur, pra mund të themi, nga reparti i efektivit, ku kishte shkuar për ndihmë mjekësore me 3 oficer të burgut. Ndërkohë, në fakt, ngjarja ka ndodhur pikërisht rreth orës 12 mesditës së 2 ditë më parë, ndërkohë që theksojmë që në momentin e largimit e arrestisjes së Altin Docit ka qenë, pasi ai ka goditur me grusht një ndër gardianet që e ka shoqëruar, ka kërkuar që të hynte në tualet, dhe në momentin që ka dalë nga tualeta ai ka goditur me grusht një nga efektivet që ka shoqëruar, dhe më pas ka zbritur shkallët e katit të tretë dhe ka dalë pikërisht në oborrin e repartit të infektivit, ku është kapur nga kamerat e sigurisë, nga çfarë ne kemi parë personalisht momentin e arrestisjes së Altin Docit. Ai është larguar me vrap dhe vetëm 30 sekonda më pas ka dalë një nga efektivet e policisë së burgut, një nga gardianët e burgut, të cilin e kishte shoqëruar pranë repartit të infektivit, dhe pak sekonda më pas ai ka qelluar me një plumb duke tentuar për ta ndaluar pikërisht Altin Docin, por ai është larguar pikërisht nga parkingu, ku është parkingu i maternitetit, është larguar me vrap dhe ka ecur pikërisht në krah të djathtë të drejtimit, ai është larguar. Ndërkohë, nga çfarë kemi parë, policia e burgut që kishte shoqëruar ka zbritur në krah të madh duke e kërkuar. Një makinë Audi i zi me targa A700 RS ka qenë duke e pritur dhe është larguar. Menjëherë sapo është njoftuar policia e Durrësit, është kërkuar që të bëhet ndalimi i këtij automjeti, pasi siç duket e ka ndihmuar të arrestiset Altin Docin. Ndërkohë, nga çfarë kemi parë nga kamerat e sigurisë dhe kemi komunikuar pikërisht me personat të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin që ka ndodhur ngjarja, 2 shokë të tjerë pikërisht Altin Docit kanë qenë në parking pra me makinë duke e pritur tek parkingu në momentin që ai është arrestisur, dhe vetëm 1 minutë 30 sekonda pas largimit të Altin Docit me vrap, siç janë parë nga kamerat e sigurisë, kanë dalë 2 shokët e tij që kanë qenë në automjet dhe janë larguar. Nga komunikimet që kemi pasur dhe me pikërisht me punonjës, pikërisht 2 shokët e tij kanë bërë pagesën 10.000 lekë të vjetra, mund të themi, që të mos ketë ndalim pra në momentin e largimit nga trau, ndërkohë që ato kanë theksuar